Pra janë këto dokumentet e vitit 1630-1650, ku është kapitulli i parë që do të marrim në dorë dhe për vendin dhe gjendjen e Shqipërisë, provincat e saj dhe krishterimi. Dhe këtu pra do të shikojmë provincat e Shqipërisë, fshatrat e Shqipërisë, fiset e Shqipërisë, çfarë prodhojat ka në Shqipëri, shtrirjen gjeografike të Shqipërisë të asaj kohe sipas këtyre dokumentave. Kapitulli i parë, për vendin dhe gjendjen e Shqipërisë, provincat e saj dhe krishterimi, me të vërtetë shumë interesante. Këtë e kam lexuar para se futem këtu në live. Është e nevojshme që të kuptohet sa më mirë nga lexuesit ajo që duhet thënë në lidhje me këtë vend, e ta them me një dritë sa më të qartë e me një njohje sa më të thellë të mundshme. Duhet ditur, pra, se si Shqipëria fillon me qytetin e Tivarit dhe mbaron për sa i përket gjatësisë së saj, shtrirje sipas disave në qytetin e Elbasanit, që është larg rreth 60 ditë ecje, por sipas një opinioni të përgjithshëm, shtrihet deri në kufit e Gadishullit të Moresë. Madje përkundrazi, përfshin një pjesë të vetë Moresë dhe deri aty ku shtrihet gjuha e folur shqipe. Pra, këto mund të shikojmë qartë se çfarë është bërë gjatë historisë, si janë manipuluar trojet shqiptare. Pas disa të tjerëve, trojet shqiptare shtriheshin deri në More, në ish në Moresë, ku atje flitej edhe gjuha shqipe. Krejt vendi quhet Shqipëri. Për sa i përket gjerësisë, pastaj Shqipëria fillon në brigjet e detit e vazhdon pak a shumë për 4 ditë ecje deri në qytetin e Gjakovës dhe në Prizren, si edhe në vende të tjera që janë në kufi me Serbinë dhe Bullgarinë. Pika 2. Në të gjitha krahinën gjenden në kohë për të cilën po flasin 12 qytete që janë të banuara vetëm nga muslimanë dhe këtë janë. Mos harrojmë se feja islame dhe muslimanizmi është futur me ardhmën e sultanit në Shqipëri dhe për një kohë 200-300 vjeçare është pushtuar gjithçka sipas politikës së propagandës së tyre. Ato qytete janë Tivari, Ulqini, Shkodra, Podgorica, Kruja, Elbasani, Durrësi, Vlora, Preza. Pra në atë kohë Preza pas ka qenë një qytet në vete, kur sot në Prezë është vetëm një kala dhe disa shtëpia. Petrela, që edhe Petrela pas ka qenë qytet në vete, sepse këtu është sulcuar disa qytete. Pra janë disa qytete të banuara nga muslimanët. Kur sot Petrela është thjesht një lagje, një lagje e vogël e Tiranës. Dhe gjendet vetëm kalaja me disa fshatra që edhe rrugët nuk janë aq të mira, të futesh në ato fshatra është e pamundur. Qyteti i ri, këtu të them të drejtën, nuk e di se kush është cilësuar me emrin qyteti i ri, Gjakova dhe Prizreni. Gjakova dhe Prizreni, pra këto të fundit, janë kufitar me Serbinë. Gjendeshin edhe shumë të tjera si Drishti. Pra Drishti sot mund të them që është zhdukur në histori, kur Drishti është një nga vendet më kryesore që duhet të bëhen kërkime arkeologjike, mbi Drishtin sepse ka një lashtësi shumë të madhe. Shasi ku mund të ndodhet sot? Pra këto flasin për qytete, por sot nuk janë atë fshatra, nuk dihet se ku janë. Shurdhahu, Danja, Lezhë, nga to Lezhë mbi jeton akoma edhe sot, dhe disa të tjera në Pult, Kandavia dhe Benda. Benda duhet i përkas zonës së Tiranës, sepse me sa di nga zona e Tiranës, nga malësitë e Tiranës, është edhe një grup folklorik me emrin Benda, nga malësitë e Tiranës, një qytet e vogël e zhdukur, sepse Zall Bastari edhe në kohën e komuniste ka qenë në një provincë e popularizuar, pra më moderne se sa zonat e tjera rreth e rreth. Disa prej të cilave në kohët e luftërave të princit të madh Skanderbeg me turqit dhe të tjera të turkut të madh, kur poshtoi vendin u shkatëruan dhe u rënuan e nuk mbeti tjetër gjë, pas rënojat dhe mbetjet shihen. Këto janë rënuar, janë zhdukur dhe nuk ka ngelur asnjë shenjë nga këto qyteza gjatë kohës së Imperatorisë Osmanlije. Në Maqedoni, në shumë qytete të Maqedonisë, shumë fshatra kanë emra turqe edhe sot. Por patjetër që ato dikur kanë ekzistuar, kanë pasur diçka tjetër, por ato janë kthyer edhe është humbur e shkuara. Nuk kemi dieni për të shkuarën. Kush pastaj e ka dëshirën që ta marrë vesh se çfarë krishterimi gjendet në Shqipëri, të lexojë në këtë kapitull për shkrimin e Shqipërisë fushore, për të mos përmendur kapitullin tjetër që flet për Shqipërinë malore. Për të marrë vesh se çfarë krishterimi gjendet në Shqipëri, duhet me parë kapitullin e përshkrimit Shqipërisë fushore dhe Shqipërisë malore. Në fushat, pra duke filluar nga territori i qytetit të Tivarit, prej ku fillon vendi, gjendet popullsia shqiptare. Janë ato që thuhet si janë të Markoviçëve, të zotë e trima dhe ushtar të guximshëm, por të rritit serb ortodoks, nga të cilët në rast nevoje mund të dalin në fushat e luftimit me shumë se 600 burra. Prej këtij numri mund të kuptohet lehtësisht se sa të krishterë gjenden mes tyre dhe kështu mund të mbërrisht nga numri i ushtarëve se çfarë krishterimi gjendet në Shqipëri.
Nën këta që u përmenden, gjenden banorët e brigjeve të lumit Buna, lumë tepër i bukur e i lundrueshëm. Këta banor, duke filluar nga gryka e tij, për një hapësirë prej rreth 18 milesh e deri në qytetin e Shkodrës. Lumi Buna është i jeshuar si nga njëra anë, ashtu edhe nga ana tjetër, nga shumë fshatra, jo vetëm nga të krishterë katolik që janë të shumë në numër, por në një numër të madh edhe prej turqish. Fusha, pastaj kudo kur rrjedh shetë dhe butë, ky lum quhet fusha e trushit, në të cilën banojnë trushasit e epërm dhe ato të poshtëm. Kjo fushë është shumë pjellore dhe prodhon grurë, mel, li dhe rritbakëti të çdo lloji. Po kështu edhe lumi është i bollshëm me peshë të llojeve të ndryshme. Shumë herë zihet aty peshë në sasi të madhe, gjë që është një nga mrekullitë. Këtu zihen edhe ngjalra të mëdha, qefull, krap, valuj, varkoli, raene e lloje të tjera, e po ky lumë edhe blini, a nuk zihet në grupin e lumit? Kush pastaj do të donte të fliste për shijen, majmërinë dhe delikatesën e tyre? Duhet të jetë shumë i familiarizuar me aspektin e shijes. Me që folëm për lumin, duke qenë se është pikërisht ky vendi, nuk duhet ta kalojmë në heshtje burimi, me që nëse prodhon frute kaq të bollshme dhe të shijshme, dega çfarë prodhon trugumbarë. Pra, ky lumi që përmenda më sipër si degë e pemës dhe biri i babait dhe lumi që rrjedh, nga burimi, nga liçeni i gjerë, që dikur në kohët e lashta quhej liçeni i Entës. Pra, ky emër sot nuk ekziston, por sot quhet liçeni i Shkodrës. Pra, e ka fjalën për liçenin e Shkodrës, dikur quhej liçeni i Entës. Dhe nga vjen fjala Enta, çfarë do të thotë Enta, duhet studiuar edhe kjo fjalë. E merr zënafillin e tij nga Shkodra, me rrjedhën dhe nxjerr bollëkun e vet. Ai shtrihet për një gjatësi prej më shumë se 30 miljesh dhe duke qenë se nuk është i barabartë, për sa i përket gjerësisë, përhapet jo më pak si 6 ose 8 ose 10 milje rreth, pak a shumë kudo. Se sa janë pastaj të ardhurat që sigurohen nga ky dyqan, është e ditur shumë mirë, jo vetëm nga ai që me të drejtë e ka në zotërim, pra nga turku që e ka në zotërim, sepse ato e vjelin dhe e mjelin gjithçka shqiptare dhe gjithashtu edhe fshatarët, edhe banorët në vendet e tyre, në shtëpitë e tyre, në arat e tyre, bujshrit, dhe kushdo do të punojë dhe të paguajë taksat, sepse do të haj. Sultani do të hajë dhe do të marrë gratë, do të bëj haremin. Megjithëse i vjen keq kjo fjalë disave kur ja them, por është një realitet që nuk duhet t'ju prekë as pak fare. Se sa janë pastaj të ardhurat që siguron ky liçen, është e ditur shumë mirë jo vetëm nga ai që me të drejtë e ka në zotërim, por edhe nga ai që padrejtësisht e ka shtënë në dorë. Le të mendohet vetëm për putargat, që në Itali, në oborret e zotërinjve të mëdhej merren si dhurata. Flasim për bollëkun, majmërinë, pjellorinë dhe kënaqësitë e këtij liçeni tip si përmendur. Pra, Putarga, pas ka qenë diçka, unë nuk e di, në këtë libër e kam rastisur për herë të parë, mbase e kam mungesë dije, janë vezët e peshkut, ato vezët e peshkut, shumë me vlerë, të cilat ato i kanë dërguar në mbretëri si dhurata, kaq të vlefshme që kanë. Njeriu mund të flasë për bukuritë dhe fisnikërinë e qyteteve të fortë të Shkodrës. Rreth rrotull ka 2 brigje të bukura që quhen vendet e mbi Shkodrës. Njëri prej të cilëve ka vendin e tij krejt të sheshtë në drejtim të Drishtit dhe është pjellor. Për sa i përket grurit, drinit dhe vajrave të shijshëm në mënyrë të veçantë, brimaleve të vogla ku gjenden fshatrat e Jubanit, të Kanjollës, të Kronit të Zi, Myselimit, Mesit e deri në vetë Drishtin i cili gjendet brenda një lugine të gjatë prej 3 miljesh, ku në për të rrjedh i rrëmbyer lumi i Kirit, ose si quhet ndryshe Drinasi. Pra, Drina, lumi i Drinit është quajtur lumi i Kirit, nga e ka prejardhin Kiri. Duhet parë edhe kjo fjalë Kiri, nga e ka prejardhin Kiri. Çdo të thot Kiri. Përse ne e quajmë sot Drini dhe dikur ky lumë kishte emrin Kiri. Pra, si shikojmë që nga Shkodra, duke u nisur nga Shkodra, nga fusha e Shkodrës dhe deri në Drish kanë ekzistuar fshatrat, nuk e di a ekziston sot të gjithë fshatra. Jubani, Ganjolla, Kroni i Zi, Myselimi e Mesiri. Drinasa, me që rrjedh nga një kodër teje të ashpër për të ngjitur banorët e këtyre brigjeve janë në pjesë më të madhe turq që për mohimin që i kanë bërë besimit të shenjtë shumë kohë më parë nga paraardhësit e tyre mes tyre përzier me ta gjendin e në shumë besimtar të krishterë që për të dalë nga fushën mblidhen bashkë e bëhen deri në 400 veta në pjesën më të madhe trima dhe këmbëngulës. Patjetër që dhuna e një imperatorie nuk është e vogël sepse kërkon taksa të rënda, kërkon kushte të rënda dhe Imperatoria Osmanlie ka pasur një politikë që ka zotëruar në vende që ka zotëruar
për t'i kthyer një pjesë të njerëzve, për t'i bërë për vete dhe për t'i kthyer, atyre i ka ofruar si fillim që nëse largoni nga feja juaj dhe pranoni fen time, juve nuk do t'ju marr taksa. Pra nëse je bujk nuk do të marr taksa, nëse ke një punishë tënde nuk do të marr taksa, dhe që kështu një pjesë e njerëzve duke parë edhe interesin e tyre dhe për të larguar, për të shmangur mundësive pakesave të taksave të rënda dhe të mëdha, edhe kanë kaluar në këtë fe. Nga bregu tjetër, pastaj në drejtim të malit të zi gjenden dy kështjella, njëra e quajtur Zhabjakut, e cila nëse do të ishte e pajisur mirë dhe e ruajtur do të ishte shumë e fortë. Pra, kështjella e Zhabjakut. A jeton sot? A ekziston sot kjo kështjella e Zhabjakut? Tjetra quhet e Podgoricës, e cila edhe pse është e ndërtuar me mure jo shumë të forta, ka megjithatë këtë përparësi që mes njërës kështjellë dhe tjetrës gjenden rreth 2000 turq e që patjetër bëjnë roje aty. Nuk gëzojnë bukurime të vogël dhe po kështu pjellori, fushash, banorët e fushës së Nën Shkodrës, por ato krahasohen me ato të bregut të Këndej Lumit Drin, ku jetojnë më shumë turq se sa të krishterë. Patjetër që tokat pjellore, brigjet e lumeve, vendet më të bukura do t'i hajë huaj, ndërsa vendasi do të dalë në male për të mbrojtur veten e tij, ose do të shkojnë në luftë ndaj kokën në shkretëtirat arabisë, dhe sot ne vdesin për to. Vdesin dhe për Osmanin, për një histori të manipuluar. Këtyre i bashkohen ato që banojnë në Brit të Kodrës, që shkon drejt detit e deri në portin e Shën Gjinit të Meduas, e që shtrihet drejt maleve deri në Spathar, ku kalon shtrati publik i Drinit, edhe pse mes këtyre gjenden të krishterë të shumtë në numër. Janë jo më pak të shtypur nga armiqt e fortë të besimit katolik, saqë për të paguar taksat dhe angaritë që janë vënë atyre, janë të detyruar që të shesin pjesa më të madhe të pasurive të tunçme e të patunçme. E për këtë arsye, kanë përfunduar në mjerim të madh e që me vështirësi mund të dallosh të pasurin nga e farfri, fisniku nga jo fisniku, duke qenë si janë gjithë të veshur me lecka dhe të detyruar që të ushtrojnë vetëm një zanat, ato të punimit të tokës dhe të ruajtjes së bakëtive. A nuk është një dhimbje e madhe kjo? A do t'ju pëlqente ju sot që dikush të vinte në shtëpinë tuaj, t'ju përdorte fëmijët, gruan dhe gjithçka në shtëpinë tuaj sipas qefit të tij dhe ti të ishe shërbëtori i tij? A do ta mbronin? Mendojeni pak. Me të njëjta rroba, patjetër edhe as pak më mirë janë të veshur e të mbuluar të krishterët e shkretë të Zadrimës, e cila shtrihet në një gjatësi prej rreth 18 milesh deri në Lezhë, duke u shtrirë rreth kodrave dhe maleve të ulta. Kodo pranë rrjedhës së lumit Drin, deri në një fshat që quhet Medua, që është rreth 8 milje larg nga Dania, e që ka të paktën 900 e diçka shtëpi të krishtera katolike, si edhe shumë shtëpi të tjera turqish dhe rreth 40 ortodoks. Pra, këtu i ka cilësuar edhe numrin e shtëpive të fshatrave të asaj kohe. Përgjatë fushës së Zadrimës gjenden fshatrat e Blinishit, me rreth 150 shtëpi, e më tepër, ku nuk gjendet asnjë turk të banoj atje. Pra, në Blinisht gjenden 150 shtëpi, por në këtë fshat nuk ka asnjë familje turke. Pra, nuk është futur. Zhadri, Kodheli, Dajçi, Gramshi, Maba, Shkjezi, Mjeda e sipërme dhe Mjeda e poshtme. Nga ana e Brimaleve, pastaj gjenden Hajmeli, Nënshati, Troshani, Kalmeti. Ky gjendet në një fushë shumë të bukur dhe ku ishin kohëra të favorshme, sepse nuk pengohej nga përmbytjet e mëdha të lumit Drin. Bëhet shumë pjellore dhe është plot me grura, li, verijo, bakëti dhe çdo lloj fruti. Por shumë shpesh kjo fushë, sikurse edhe fushat të tjera, u nështrohet fatkeqësive dhe edhe pse nuk është shumë e vështirë të rregullohet e të sistemohet. Nuk di të them se kjo ndodh sepse nuk ka vënë kush dorë në të, apo për konflikte nuk e bëjnë në rregullim të tilla. Pra, ato shqiptarë të cilët kanë rezistuar dhe nuk janë futur në fenë muslimane, dora e Osmanlisë aty nuk ka bërë asnjë riparim, por i kalon edhe fushat që të mbyten nga ujë për t'i vënë njerëzit në vështirësi. Nga qyteti i Lezhës, pastaj duke shkuar në drejtim të Krujës, hyhet në një tjetër fushë të madhe, e cila shkon gati deri në 25 milje, gjatësi drejt detit, deri në lumin Ishën. Kjo është plot me pyje të dendura dhe me pemë, por me pak shtëpi. Në drejtim të Kodrave shtrihet 8 ose 10 milje rreth dhe është plot me fshatra mjaft të populluara. Me që sipër gjendet Lezhë, Mërshina, e pastaj duke kaluar në drejtim të luginës së Molinit, edhe duke shkuar deri në lumin Mat, që rrjedh përmes fushës, gjenden banorët e Bardhajve, Zajmenit e të Pëdhanës, me banorë gati të gjithë të krishterë katolik e masa e madhe këtyre të krishterëve të mbërin deri tek këta lumenja.
Pra shikojmë përshkruhet edhe fiset, edhe fshatrat dhe banorët, sa banor janë dhe cilat fise banojnë në cilat fshatra. Nga ky lumi pastaj e deri në ujërat me Squfur gjenden fshatrat e Laçit, Gjonima dhe shumë të tjera në të cilat banojnë më shumë turq se sa të krishterë. Sot Laçi është i krishterë, por siç e dim, mbas rënies së tërmetit në Shqipëri, ndërtesat më të bukura dhe madhështore janë bërë në Laç. A ju shkon mendja sepse? Sepse edhe Osmanlia ka pasur një politik dhe Turqia ka një politik. Miku mbaj afër, por armiku mbaj më afër. Pra investimet më të mëdha bëhen në atë vend ku e din që nuk ka përkrahje dhe nuk ka miqësi, nuk ka dorën në ngrohtë. Se aty që ka dorën ngrohtë, thotë ky është imi. Ky zaten është me mua, ky zaten është imi, por të bëj për vete ato që më kundërshton. Dhe kështu që me ato ndërtesa, thon Laçian çfarë ndërtesa, çfarë shtëpish janë bë, bravo turku, edhe japin zemrën. Këto vende kanë fusha shumë pjellore përgjatë bregut të lumit e deri në det, si nga njëra ana ashtu edhe nga ana tjetër. Prodhojnë në sasi të mëdha verë shumë të mira, vaj shumë të cilësor dhe fruta të çdo lloji, shumë të shijshme dhe kanë në sasi të mëdha peshë shumë delikate të llojeve të ndryshme. Pika 9. Në mes të malit të Kurbinit, rreth 6 milje larg nga Sperzeto, është një pyll tepër i madh, që pranë ujrave të Squfurta dhe nga ana tjetër fshati i Amorisit, fshat i gjithë plot me turq. Aty gjendet një kështjellë e famshme. Është qyteti i Krujës, i banuar vetëm nga turq, dhe e brenda kështjellës, e cila, edhe pse e vogël, është shumë e fortifikuar. Ka lagjet e saj të shpërndara, mjaft larg, dhe ka kudo sasi të mëdha pemë ullinj dhe fruta të tjera që gjenden aty. Gjendet si të ishte mbi një fron, në një vend shumë të lartë, e që sheh anën e përtej një fushë shumë të shtrirë me një gjatësi prej rreth 30 miljesh dhe një gjerësi të madhe. Pra siç dim, Kruja është në zemër të malit, në mes të malit, dhe ka pamjen që po të dalësh në malin e Krujës të vesh turbi të shosh edhe barin e Italisë. Duke u kthyer pastaj në drejtim të Garbino, të lindjes, nga ana tjetër e fushës që përmendëm, dallohet provinca e Musisë, e cila konsiston në një vazhdim të maleve të vogla, shumë tërheqëse e shumë pjellore, duke filluar nga kepi i Rodonit, që pas 8 miljeve zbret në det duke vazhduar deri në qytetin e Prezës, për një gjatësi rruge prej 26 miljesh, pra gjithmonë përmendet këtu qyteti i Prezës. Preza pas ka qenë një qytet i popularizuar, i njohur, por që sot është thjesht një fshat, një pikë turistike me një kala. Popujt e kësaj province quhen Musiaj, Musignani, për vlerën e tyre sepse një periudhë prej rreth 100 vite të paktën i kanë bërë që turqve, duke u shkaktuar atyre humbje të mëdha me njerëz nga të cilët edhe pse në gënjeshtra e mashtrime përfunduan në robëri prej tyre, kanë qenë të trajtuar shumë keq, aq sa pa drejtësi të pësuara që i mbajnë mend të gjithë kërkojnë rastet për të hakmarrë për to, dhe për një hakmarrje të tillë ua kanë bërë, sepse duke qenë më para 800 shtëpi shumë të rehatshme të pasura, tani me vështirësi mund të gjenden 150 shtëpi katolike, duke qenë të gjithë të tjerat ose të shkatëruara ose për shkak të taksave dhe detyrimeve shumë të rënda e kanë mohuar besimin e shenjtë dhe e kanë mohuar atë. Pra siç e theksova më para, një pjesë e madhe e shqiptarëve e kanë pranuar regjimin e Osmanli dhe fenë osmanlie nga taksat të rënda, nga vështirësitë e jetës. Këtu e pash që foli për një fis që quhen Musiaj, Musiganët. Me sa di, gjaku Musiajve, Musiganët janë një deg e familjes së Lek Dushmanit. Pra janë gjaku i Lek Dushmanit që me sa di ato ndahet në 4 biemra të ndryshëm, një nga ato janë Musiaj. Pika 10. Këto kodra që u përmendën ndaj në fushën e përmendur nga ajo e Durrësit, të cilat pastaj ndjek një rrugë që i bie përmes një lugine të vogël, ku kalon rruga që të çon në Durrës. Rrugët kalojnë aty pari në përmalet e vogla të Skurajve, që janë plot me turq e ku gjenden vetëm 2 apo 3 shtëpi me të krishterë. Këto male të uleta, duke shërbyer si mburoje për fushën, vërrinë deri në qytetin e Petrelës dhe duke u shtrirë pastaj në drejtimin e Garbino Lindor, zbresin duke kaluar mes përmes Kandavisë e fushës së Elbasanit e nga ajo e Durrësit dhe e Krujës. Pra këtu theksohet, është e 4-ta herë që e lexoj në këto 3 faqe, kalon ndërmjet Kandavisë. Ku është ndodhur Kandavia? Dhe këtu po theksohet vazhdimisht qyteti i Petrelës, ku Petrela sot është tash një provincë, një fshat turistik. Pika 19, fusha e Durrësit, që është e shtrirë si të ishte një trekëndësh, është shumë një pjellore sa ajo e Krujës, duke qenë se është e lagur nga brigjet e lumit Argenta dhe nga përrenjë të tjerë. Ky qytet që gjendet brij detit ka kripe që është një pasuri e madhe dhe siguron të ardhurat për turkun e madh.
Mes manastireve të tjera që gjenden në qytetin e Durrësit të vjetër, njëri i përket urdhrit të Shënt Domenikut. Në saktësinë e këtij manastiri që gjende pas altarit të madh të kishës, sipas asaj që rrethet një shkrim i vjetër në kohë, pra një shkrim i vjetër quhet pra në vitin 1650. Kush e di se sa ndërtesa dhe sa dhënie historike na janë zhdukur dhe nuk kemi dieni as për emrat as për dhënjet e tyre. Që referon një shkrim i vjetër në kohë, sjell nga atë Bonaventura nga Palacuolo, nga atë Glegia nga Kotori, i urdhit të Shënt Domenikut u fshen murgjit kur turku e zaptoi vendin e Maqedonisë. 5 trupa të shenjtë u numëruan aty, mes të cilëve edhe 3 trupa fëmijësh, të cilët u futën në furrë si në Babiloni nga mbreti Nabucodonosor. Janë gjetur disa kryqe argjendi, mitra i peshkevish, paramente, veshjesh celebrimi si edhe gjëra të tjera. Pra një përshkrim që rënqethës që rrëfen se si këto besimtar bashkë me fëmijët janë futur dhe janë djegur në furrë. Dhe si shenjë që tregonte se ku gjendeshin këto gjëra të shenjta, tregonte ky shkrim gjenden një pemë me rangoli, një lloj portokalli me shije të hidhur. Dhe mungesën e saj e kishte nxënien një gur mbi të cilin ishin këto shkruara, këto fjala. Unë shkova në Adrianopol, ku duke gërmuar gjeta këtë gur, i cili thoshte se aty gjendeshin gjërat e sipërpërmendura. Pika 12 e pika e fundit, në vendet e përmendura më sipër edhe në fushat gjenden shumë pak të krishterë, sepse pjesa më e madhe e ka mohuar besimin e shenjtë dhe të tjerët janë larguar nga vendet e tyre, me vullnetin e tyre. E kanë shkuar në Turqinë e brendshme ku janë bërë kolon të zotërinjve turq. Punojnë tokën, duke jetuar bashkë me familjet e tyre, në mjerim të madh aty, duke ikur nga aldheu i tyre me qëllim që të mos e humbnin besimin e tyre këtu, kanë shkuar atje, por ka rënë në një mjerim më të madh e kështu kanë qenë të detyruar që të humbasin fenë. E me një mjerim më të madh kanë qenë të detyruar në vend të huaj të braktisin atë në mënyrë që të mos e humbnin jetën, gjë që nuk duhet ta bënin. Fushat e tjera të Shqipërisë, si Kandavia, Toka e Re, Terranova, Kastrioti dhe vende të tjera kanë brenda të gjitha të krishterët të ritit grek, duke mos munduar që të jap një relacion të qartë, po i kaloi në heshtje dhe po vi tani tek të krishterët e maleve. Pra ky ishte episodi i parë i relacion universal i shkrimeve originalit i keni në bibliotekën e Fermos, por këto janë përmbledhur dhe janë përkthyer në italisht, nga latinishtja në italisht dhe në shqip nga shumë i nderuari Mark Palikaj. Si shikojmë në këtë libër kemi një përshkrim të gjerë dhe të gjatë, sidomos ku edhe si shtrihet Shqipëria dhe për jetën e asaj kohe. Për sot mjafton, nesër përsëri në orën 15:00 me orën shqiptare, do të lexoj pjesën tjetër. Qofshim me shëndet, ta kaloni mirë.